Shikues të nderuar, ju përshëndes, jemi në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra, ku ndër të tjera sot do të keni mundësinë të ndiqni. Kreu i SPAK Altin Dumani teksa u bë pjesë e takimit edukimi evropian për qeverisje më të mirë të projektit të BE-s në Universitetin e Qerem Çabej në Gjirokastër, foli për arritjet e SPAK dhe ndikimin e reformës në drejtësi. Universiteti e Qerem Çabej prezantoi projektin edukimi evropian për qeverisje më të mirë. Projekti synon forcimin e kulturës demokratike dhe transparencës në rajonin e Shqipërisë përmes edukimit universitar dhe bashkëpunimit ndërinstitucional. Eduard Cora, 31 vjeçari nga Elbasani, prej vitesh punon në bujqësi. Çdo vjesht ai udhëton drejt Konispolit për vjeljen e agrumeve, duke e konsideruar këtë punë një mënyrë të ndershme për të siguruar jetesën. Royal Free Singers, kori me aktivitet 40 vjeçar nga Mbretëria e Bashkuar, ka adhuruar një mbrëmje ndryshe për ardashësit gjirokastrit. Koncerti me këngë folklorike që e liturin e dytë në Shqipëri, i cili pas qytetit të Gurdë do të shfaqet në kryeqytet. Ju njohim tani më gjërësisht. Kreu i SPAK Altin Dumani teksa u bë pjesë e takimit edukimi evropian për qeverisje më të mirë të projektit BE-s në Universitetin e Qerem Çabej në Gjirokastër, foli për arritjet e SPAK dhe ndikimin e reformës në drejtësi. Ai theksoi se në 6 vite SPAK ka zbatuar parimin se askush nuk është mbi ligjin, ndërkohë që nënvizoi rëndësinë e arsimit evropian si formim qytetar dhe inkurajoi studentët të punojnë me ndershmëri, profesionalizëm dhe përkushtim në shërbim të vendit dhe integrimit evropian të Shqipërisë. Në vetëm 6 vite, SPAK ka arritur të zbatoj parimin se asnjë nuk është mbi ligjin. Kështu shpreh nga Gjirokastra drejtuesi i këtij institucioni, Altin Dumani, i cili u ndalte arritjet, vlerësimet në raporte ndërkombëtare për luftën ndaj korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe ndihmën që i kanë dhënë Shqipërisë për të përmirësuar rezultatin në indeksin global të korrupsionit për vitin 2024 të Transparency International. Në vetëm 6 vite si funksionim, SPAK ka arritur të zbatoj në praktik parimin se askush nuk është mbi ligjin. Janë ngritur akuza të rëndësishme ndaj zyrtarëve dhe ish-zyrtarëve të lartë, zyrtarëve dhe ish-zyrtarëve të nivelit të mesëm, të putet gjyqtar, prokuror, duke treguar se drejtësia nuk është selektive, por e barabartë për ligjin. Një tjetër arritje e rëndësishme ka qenë goditja e grupeve të organizuara kriminale përmes hetimeve të ndërlikuara financiare dhe ndërkombëtare, duke përdorur mjetet bashkëkohore hetimi, përfshirë mjetjen e pasurive të përfituara në mënyrë të paligjshme. Përmes vendimeve të gjykatës së posaçme dhe sekuestrime të mëdha të aseteve, përfshirë kriptovaluta, SPAK ka fituar besimin e publikut, një ndër elementet më të rëndësishëm të funksionimit të drejtësisë. Unë besoj se çdo gjë nis nga mënyra individuale se si studiojnë, punojnë dhe sillen në shoqëri. Këtë analizë të përmbledhur të institucionit që drejton, Dumani e bëri gjatë takimit hyrës së prezantimit të projektit të Universitetit e Qerem Çabej, edukimi evropian për qeverisje më të mirë në rajonin e Shqipërisë, nga ku theksoi se arsimimi evropian nuk është thjesht marrja e njohurive të reja, por mbi të gjitha formimi qytetar. Tema që na ka mbledhur sot është më shumë se një projekt. Është një vizion për mënyrën se si duam të jetojmë dhe të kontribuojmë për një shoqëri më të drejtë, të ndershme dhe të denjë për familjen evropiane. Arsimimi evropian nuk është thjesht marrja e njohurive të reja, por mbi të gjitha formimi qytetar, që na mëson të vlerësojmë respektin për ligjin, meritokracinë dhe transparencën. SPAK, besoj, është një model që tregon se ndryshimi është i mundur. Ky institucion është drejtuar nga prokurorët dhe drejtues shqiptar, njerëz të këtij vendi që kanë zgjedhur të punojnë me përkushtim larg çdo ndikimi. Ndaj, ky është modeli që ne duam të përcjellim te ju, që puna, profesionalizmi dhe integriteti janë rruga e vetme drejt suksesit të qëndrueshëm. Fjalën e tij, kreu i SPAK e ka mbyllur me një mesazh për të rinj duke u shprehur: çdo student që zgjedh të jetë i ndershëm, çdo i ri që refuzon korrupsionin, çdo qytetar që kërkon llogari dhe angazhon përpjekjet e tij në këtë drejtim, është pjesë e një zinxhiri që forcon drejtësinë dhe e bën më të sigurt rrugën e vendit tonë drejt bashkimit evropian.
Universiteti e Qerem Çabej prezantoi projektin Edukimi Europian për qeverisje më të mirë. Projekti synon forcimin e kulturës demokratike dhe transparencës në rajonin e Shqipërisë përmes edukimit universitar dhe bashkëpunimit ndërinstitucional. Edukimi Europian për qeverisje më të mirë në rajonin e Shqipërisë është projekti më i ri që do të zhvillohet nga Universiteti Gjirokastras, i cili u prezantua me një takim të mbajtur në ambientet e tij që bëri bashkë përfaqësues të institucioneve vendore dhe qendrore, të delegacionit të Bashkimit Evropian në Shqipëri si dhe drejtuesin e prokurorisë së posaçme SPAK Altin Dumani. Ky takim u çel nga rektori Jahucana. Universiteti i Qerem Çabej i Gjirokastras është një universitet i cili ka pasur një rrugëtim të suksesshëm, ka pasur një rrugëtim dhe një histori suksesi të jashtëzakonshëm në ngritjen dhe përgatitjen e kuadrove në bazë të programeve të studimit që afrohen në universitet. Të gjithë studentët e këtij universiteti tashmë punojnë në institucionet më të rëndësishme të vendit tonë dhe japin kontributin e tyre për zhvillimet politike, ekonomike dhe sociale. Sot në këtë ditë dhe këtë event ne jemi mbledhur për të promovuar një projekt, ose më saktë një nga projektet që janë fituar nga fondet Erasmus+. Ky është një rast që neve nuk duam të evidentojmë se çfarë jemi gjendje të bëjmë. Por Lidikiza është një thimi e hapur për të gjithë kolegët, për gjithë pedagogët, që të ecin në këtë rrugë, të thisin sa më shumë fonde nga Erasmus nga fondet e Bashkimit Evropian, të cilat janë fonde që kalojnë për zhvillimin ekonomik të qytetit të Gjirokastras, për zhvillimin e turizmit, që është Lidikiza edhe një kualifikim dhe trajnim shumë i rëndësishëm për gjithë stafet akademike, por Lidikiza për hapësirat të japin studentëve tanë për të qenë të suksesshëm, jo vetëm në tregun e punës brenda vendit, por edhe në tregun e punës së Bashkimit Evropian, ku për hir të vërtetës, ku në pozicionin të panditëve që kanë në krye të institucionit, shumë prej studentëve tanë tashmë janë të integruar me këto diploma në vendet të Bashkimit Evropian, por edhe në gjërë deri në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ky projekt synon të bashkojë edukimin universitar me ndërveprimin publik duke krijuar ura të qëndrueshme midis universitetit si qendër e dijes, institucioneve publike si aktor të zbatimit të politikave dhe komunitetit që përfiton drejt për drejt nga qeverisja e mirë. Një projekt me këtë suksesin e tij që në karrierën time si mësues, ky është tekumi i cili shkollë një orë mësimore. Një orë mësimore e shkollë në auditor dhe në këtë amfiteatër të bësh student, zyrtar të qeverisjes vendore, zyrtar të qeverisjes qendrore. Në këtë ambient kemi gjyqtarë të nderuar magistratë që kthehen në auditor si kërkues shkencor. Pra personalitetet e legislativë të gjithë kjo do të thotë që këto vlera e përfaqësojnë vetëm Bashkimi Evropian, fuqia më e madhe botërore. Dhe këto vlera, faleminderit Mr. Mind që u honored për your presence, dhe një vlerë tjetër e jashtëzakonshme sipas Departamentit Amerikan Shtetit për opinionin shqiptar, zoti Altin Dumani që kampion i drejtësisë, por besoj edhe një kampion i ligjit dhe një kampion i integrimit të Bashkimit Evropian të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Ky projekt thjesht kërkon që të bashkojmë këto vlera. Pra nëse në fazën e parë bashkojmë gjitha këto, sepse projekti Jean Monnet më bëri një projekt individual, që konvojmë pedagogët nga gjithë bota për këtë projekt. Dhe unë jam i nderuar që ai do ta fitoj këtë. Por pjesa e dytë është më shumë se një Jean Monnet. Ky është një projekt më i madh që ne përpojmë dhe dëshiroj patjetër që nuk mund të ripavazhdohet. Kryetari i Bashkimit Gjirokastras që serunin natës ka suportuar këtë projekt. Dhe falenderoj atë sërish të auditor, sepse ky projekt synon që të transportojë, që të transferojë në palë dijen në gjitha njësitë e qeverisë vendore dhe ne të krijojmë forume. Takimin e përshëndeti dhe përfaqësuesi i delegacionit të Bashkimit Evropian në Shqipëri, Miha Pezej. Programet të tilla janë pjesë e rrugëtimit të Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. Qeveria nuk mund ta përballojë vetëm me këtë proces, ndaj bashkëpunimi me universitetet dhe shoqërinë civile është thelbësor për të avancuar reformat që afrojnë vendin me standardet evropiane. Shqipëria është në rrugën e dur drejt BE-s, ndaj të gjithë duhet të japin kontributin e tyre.
Rezultatet e synuara nga ky projekt janë botimi një libri universitar, 3 artikuj shkencor, rritja e kapaciteteve kërkimore, si dhe ndërtimi një komuniteti të qëndrueshëm akademik në fushën e studimeve europiane. Ndikimi i këtij projekti është i shumëfisht, por universiteti rrit cilësinë dhe vizibilitetin akademik për rajonin përgatit ekspert për zbatimin e politikave të Bashkimit Evropian për administratën publike, ndihmon modernizimin e shërbimeve për qytetarët, rrit ndërgjegjësimin dhe besimin në integrimin evropian. Në Sarandë, njësia lëvizëse e mamografisë ofroi kontroll falas për shëndetin e gjirit pranë maternitetit të qytetit. Ky shërbim që ofrohet prej 10 vitesh gjatë gjithë vitit ndihmon në kapjen e hershme të problemeve të mundshme të kancerit të gjirit. Sot ka qenë një ditë mundësie për ekzaminimi falas për çdo grua sarandiote që kërkon të marrë siguri për shëndetin e gjirit. Të mundësi e ka dhënë njësia lëvizëse që ka të instaluar aparatin e mamografisë vendosur në krah të maternitetit të qytetit të Sarandës. Është parë se interesimi i zonjave ka qenë i madh për të kryer këtë kontroll. Për merakun për disa smur nga njoftë se të ruaj. Kështu tjerë merakun edhe të tjera. Kam dalë me shqetësim nga zemra, në analizat nuk më kanë dalë mirë, edhe kam marrë të bëj një kontroll për gjoksin, për gjirin. Operatori mamografisë lëvizëse, Alviz Imshtari, tregon se ky shërbim që sotësh në Sarandë ofrohet prej 10 vitesh në tërë vendin në mënyrë periodike gjatë vitit dhe jo vetëm në tetorin roz. Kjo është mamografia lëvizëse, e cila operon në terren prej 10 vitesh dhe aktualisht sot ndodhemi në spitalin e Sarandës për kryerjen e mamografive për gjirin e grave. Është program depistimi i cili operon gjatë gjithë vitit, i bëj thirrje grave dhe vajzave që jo vetëm në tetor, i cili është muaji i kancerit të gjirit, i sensibilizimit kancerit të gjirit, por gjatë gjithë vitit të shkojnë dhe ta bëjnë një kontroll rutinë për shëndetin e tyre. Kjo vizitë në njësinë lëvizëse ofrohet falas, kur jetë brenda pak minutash të shoqërohet edhe me dhënien e diskut që përmban imazhet të kontrollit të mamografisë. Çdo vizitë ne është falas, gratë, domethënë mamografin përveç se e kryen e marrin dhe nëpërmjet një disku i cili ka imazhet e mamografisë brenda dhe zonja mund të shkojë dhe ta kontrollojë te çdo lloj imazheristi që ajo ka dëshirë. Në bazë të atyre që mjeku ju thot grave, merr edhe përgjigje. Sipas teknikut të mamografisë, ky kontroll duhet vlerësuar shumë nga çdo grua, pasi kap në fazat e hershme problemet e mundshme të kancerit të gjirit. Prandaj ai këshillon që çdo grua mbi 40 vjeç, por edhe më herët, të mos e neglizhojë këtë kontroll rutinë. Kontrolli i depistimit të kancerit të gjirit është shumë i vlefshëm sepse kap në fazat e para probleme të kancerit të gjirit. Prandaj është shumë i nevojshëm që gratë dhe vajzat në ditët e sotme të kontrollohen. Mosha në të cilën fillon mamografia për një grua është mbi 40 vjeç. Kryerja e kontrollit të shëndetit të gjirit të gruas është pjesë e programit të depistimit me aparatin e mamografisë, i cili ofrohet falas jo vetëm në tetorin roz, por gjatë gjithë vitit, bazuar në kërkesën e njësisë së kujdesit shëndetësor parësor. Drejtoria Rajonale e Trashëgimisë Kulturore e Gjirokastër ka nisur një plan të ri pune për sitet arkeologjike të Antigones dhe Andrianopolit. Projekti parashikon në ngritjen e kolonave të rrëzuara, rikonstruksionin e portës jugore dhe restaurimin e mozaikut të kishës paleokristiane. Ky projekt po realizohet falë mbështetjes së Ministrisë së Kulturës dhe Institutit të Arkeologjisë. Gjatë sezonit të vjeshtës, Drejtoria Rajonale e Trashëgimisë Kulturore e Gjirokastër ka hartuar një plan të ri pune për sitet arkeologjike të Antigones dhe Andrianopolit. Ky plan është i domosdoshëm për shkak të erozioneve që shkaktohen nga rreshjet e shiut dhe synon të ruajë dhe mbrojë këto vende historike. Apo muajt në vazhdim do të kenë të tjera plan e pune. Jemi në stinën dhe në momentin e dur ku plani i punës ndryshon. Stina e vjeshtës dhe dimrit kanë të tjera plane për arsye të erozioneve që krijohen zakonisht nga rreshjet në sitet arkeologjike të Antigones dhe Adrianopolit. Siç kemi thënë, prioritetet kanë qenë ngritja e kolonave të rrëzuara që kur Antigonea u doq pra shekuj më parë dhe ato kolona kërkojnë të vendosen në vendin e duhur. Janë 32 të tilla të cilat do të përbëjnë një projekt të realizuar ndoshta nga Ministria e Kulturës dhe Instituti i Arkeologjisë.
do të jepte një imazh tjetër Antigones për anën vizuale, por edhe për anën historike, sepse këto kolona duhet të jenë për anë objekteve të tyre, porta jugore, ngritja e portës jugore, mbulimi dhe restaurimi i mozaikut të kishës paleo-kristiane me qëllim që mozaiku të duket jo vetëm të informojnë nëpërmjet tabelës, si dhe punë të tjera të cilat na presin, por është një lloj harmonizimi i planit të punës Parkut Arkeologjisë me drejtorinë rajonale dhe me ministrinë. Pra jemi në momentin e dur ku vizitueshmëria na ka mësuar se duhet të ndryshojnë ritmin, duhet të ndryshojnë planet e punës dhe duhet të kemi vizion tjetër. Sipas drejtuesit Shkëlqim Guçe, të gjitha këto punime pritet të realizohen deri në fund të këtij viti, me ndihmën e Ministrisë së Kulturës dhe Institutit të Arkeologjisë. Të gjitha këto punë deri në fund të vitit janë hapashapi për tu realizuar, por jo të gjitha në kohën e duhur për arsye të projekteve, se jo të gjitha projektet realizohen në të njëjtën kohë. Pra projektet kanë rrallën e tyre. Ne flasim, domethënë, ato që janë të domosdoshme dhe pastaj gradualisht të realizohen të gjitha. Normal që jemi në kushtet të një kohe që vizioni ka ndryshuar dhe kështu që mundësit po e po. Ministria ka tjetër ritëm dhe ne jemi të detyruar të imponuar të përshtatemi dhe të realizojmë atë që duhet bërë për historinë dhe arkeologjinë Antigone Adrianopol, por dhe në luginën e Drinos, sepse si dihet lugina e Drinos është nga luginat e para në Ballkan për vendbanimet, për kalat, akuaduktet, rrugët dhe monumentet e tjera të kulturës, duke përfshirë këtu të gjitha periudat historike. Ndërhyrjet do të japin Antigones një imazh të ri dhe do të kontribuojnë në ruajtjen e vlerave të saj historike dhe kulturore. Në Tepelen, 60 persona gjatë këtij 3 mujori po ndjekin kurse profesionale në fusha si kuzhinë, elektrik dhe hidrosanitare për të rritur aftësitë praktike dhe mundësitë e punësimit. Specialistët e zyrës së punës theksojnë se këto kurse synojnë sidomos të rinjt dhe gratë, duke nxitur vetë punësimi dhe integrimin në tregun e punës. Në Tepelen po vrehet një rritje e interesit nga ana e banorëve për ndjekjen e kurseve profesionale, ku gjatë këtij 3 mujori 60 persona po zgjedhin të aftësohen në profesione praktike që ofrojnë mundësi punësimi të menjëhershme në tregun lokal dhe më gjerë. Kemi goxha interes në lidhje me kurset profesionale, bëhet fjalë për kursin dhe kërkesat e kuzhinës, të elektrikut, domethënë në formimin profesional të rrjetit elektrik, apo dhe të hidraulikut. Njëkohësisht kemi edhe grup moshën mesme që janë të fokusuara tek kursi formim profesional, kujdestar social dhe kujdestar fëmijësh. Këto kurse zhvillohen në bashkëpunim me zyrën rajonale të punësimit dhe institucione të specializuara në trajnimin profesional, duke përfshirë fusha si kuzhinë, elektrik, hidrosanitare e të tjerë. Për momentin kemi këto kurse që zhvillohen te Tepelen. Është kursi plaga shtrustrave dhe i muratim suvatim. Një pjesë e tyre përveç certifikimit futen direkt në tregun e punës. Duke qenë se këto janë të njohura dhe të certifikuara nga shteti, këto janë në punë dhe për në vendet evropiane. Qëllimi i këtyre kurseve është nxitja e punësimit përmes aftësimit profesional, sidomos për grupet më të prekshme të shoqërisë si gratë dhe të rinj që kërkojnë të ndërtojnë karrierë në vendin e tyre. Eduard Cora, 31 vjeçari nga Elbasani, prej vitesh punon në bujqësi. Çdo vjesht ai udhëton në drejt Konispolit për vjeljen e agrumeve, duke konsideruar këtë punë një mënyrë të ndershme për të siguruar jetesën. Me përkushtimin e tij, Eduardi është një shembull frymëzues për të rinj që tregon se suksesi vjen përmes punës dhe ndershmërisë. Eduardo Cora, 31 vjeçari nga qyteti i Elbasanit, prej vitesh ka zgjedhur të punojë në bujqësi. Për të puna në tokë është një mënyrë e ndershme për të siguruar të ardhurat e nevojshme për familjen. Me përvojën e fituar ndër vite, ai ndjek sezonet e punës bujqësore në zona të ndryshme të vendit. Gjatë sezonit të vjeshtës, Eduardi udhëton drejt Konispolit, ku çdo vit punësohet për vjeljen e agrumeve.
Ai është bërë tashmë pjesë e përvitshme e grupeve të punëtorëve që kontribuojnë në mbledhjen e prodhimit, një proces që kërkon përkushtim dhe durim. Mu jem punëtor vin nga Elbasani, Eduardi, edhe ka filluar do në 3 ditë filloi tamam, se vin këtë tregtarët dhe çmimi i mirë, mandarina mirë, super cilësi, edhe nga mezi janarit, bazë vitit. Ka 3 muaj. Vini çdo vit nga Elbasani? Çdo vit, kam 15 vjet që vitë. Shkoj në vendet tjera, po, që vi vetëm këtu. Dhe nga mezi janarit, po thuaj se vazhdojnë çdo ditë tregtarët që vinë me kamion. Sa ditë keni që keni filluar? Tani kemi 2 ditë, kam që vinë. Vija igi tani. Sa keni ngarkuar deri tani? Sa mandarina? Ja, është kamioni madh me gjithë rrëmojshën, gati 28 baleta. Pagesa ditore është mjaft e kënaqshme, shpreh Eduardi, duke theksuar se puna në këtë sektor ofron mundësi të mira për të gjithë ata që janë të gatshëm të punojnë me ndershmëri. Ai e sheh bujqësinë si një sektor që pavarësisht vështirësive vazhdon të mbajë gjallë shumë familje në zonat rurale. Sa është dita juaj e punës? 120.000 lekë nga kesët, 28 baleta. Kamioni madh po flasim, se mesatare 6.000 lekë. Për 3 orë punë, edhe ka punë sa duhesh, po të punojsh. Historia e Eduard Corës është një shembull i përditshëm i njerëzve që me punë dhe përkushtim bajnë gjallë sektorin e bujqësisë në vend, ndërsa vjeshta sjell sezonin e agrumeve në Konispol, janë pikërisht punëtorët si ai që sigurojnë që çdo frut të mbëri në treg, duke dëshmuar se puna e ndershme mbetet vlera më e çmuar në çdo kohë. Në fshatin Avaritës të Finiqit, Sazan Veledi është bërë simbol i qëndrueshmërisë dhe pasionit për ullirin. Prej vitesh ai drejton me përkushtim fabrikën e vaj, duke mbështetur fermerët dhe ruajtur traditën e fshatit. Edhe në një vit të vështirë për prodhimi, Zani nuk ndalet, punon me durim, ul kostot dhe tregon se suksesi vjen nga dashuria për tokën dhe puna me zemër. Navarica është një ndër fshatrat më me traditë në kultivimin e ullirit në zonën e Livadjas në Sarand. Udhëtimi në këto ditë të fundit tetorit në këtë lugin të thotë se ka ardhur sezoni i punës finalizuese të punës me ullirin. Në bloqet e rënjve me ullin të vjetër dhe të zinj është koha e vjeljes dhe koha e ndezjes së fabrikave të vajit, që në këtë zonë janë disa. Ndër të parat që ja ka nisur punës dhe ka çelur sezonin e vajit të ullirit është fabrika e Sazan Veledit apo Zanit, siç e thrasin të gjithë në Navaricë të Sarandës. Klientët e parë për si vjetë kanë ardhur nga Ksamili. Me qenë se si vjetë viti është një çiki dobët faktikisht në prodhim, neve me qenë se jemi edhe një biznes i hapur prej 30 vjetësh si vjetë, kemi një klientel pothuajse të rregullt që na preferojnë, vini edhe nga fshatrat përreth, edhe të them se do t'ja dalë edhe si vjetë, se shpresoj që puna këtu do ngrihet akoma më tepër, sepse punohet me një përkushtim. Ky mbahet si vit ju i mbari prodhimit të ullirit. Çdo fermer bën llogari të shtrënguara dhe rrit kujdesin që të gjejë kohën e duhur për të organizuar vjeljen, si një mënyrë për të rritur rrezen e prodhimit të vajit si vjet. Ndërsa Zani tregon se ka bërë zbritjen e tij në koston e përpunimit në fabrik për t'u ardhur në ndihmë fermerëve në një vit me prodhim të kufizuar. Këtu hell ullirin tënd edhe di që merr prodhimin e vajit tënd. Ai del shumë cilësor, makineria është e re, klienti është gjithmonë prezent, duke e parë, duke e ndjekur prodhimin e tij nga momenti i hedhjes së ullirit deri në momentin mbasi lahet, bluhet, edhe del tek filtrimi i vajit atje. Çmimi i përpunimit të ullirit do të jetë 1.000 lekë i ri, do me thonë 10.000 lekë të vjetra. Duke parë edhe thanat që njerëzit janë edhe ekonomikisht jo shumë në gjendje të mirë, edhe ne i vlerësojmë i fjalë edhe këto. Ky sezon i përpunimit të ullirit dhe kthimit të tij në vaj ka problematikat e veta. Kjo ditë e parë punës në fabrik ka qenë një nga ditët që nisi me rreshje të shumta shiu dhe Zani thotë se dihet mirë se ç'do të thotë shi për këtë zonë, ku për këtë arsye ka ndodhur shpesh që të ndërpritet furnizimi me energji elektrike. Prandaj kërkesa e tij që oshe të jap më shumë siguri furnizimi në këtë sezon dhe të njoftojë në kohë për mungesën e korrentit, kur ndërprerja është e planifikuar. Është e çuditshme që sapo fillon sezoni i ullirit, unë nuk e kuptoj pse duhet të ketë ndërprerje me të
filluar një vesëshi edhe na lën orë të tëra edhe pa na paralajmëruar fare. Kjo është e keqja që fabrika është duke punuar edhe ata shkëputin korrentin pa na paralajmëruar. Mund të pësojmë një defekt që të cilat janë dëmin ekonomik ton. Edhe askush po merr përgjegjësi për këtë gjë. Edhe nuk e dim se sa do vazhdoj, me thënë drejtën, kjo gjendje e me ndërprerjen e korrentit. Mirë është që të paktën ta paralajmërojnë në momentet që ata kanë problem të stakojnë makinerinë edhe të mos bëjnë një defekt. Fshati Navaric është pjesë e njësisë administrative Dhiver në bashkinë e Finiqit së bashku me Rumanza, me Moraq, Dermish dhe Dhiver. Kjo zonë është e mbuluar me ullishtari dhe numëron disa mira rënjulli në prodhim. Puna për kthimin e prodhimit në vaj është vetëm në ditët e para. Royal Free Singer, skori me aktivitet 40 vjeçar nga Mbretëria e Bashkuar, ka dhuruar një mbrëmje ndryshe për ardashësit të Gjirokastrit. Koncerti me këngë folklorike çeli turin e tyre në Shqipëri, i cili pas qytetit të Gurt do të shfaqet edhe në kryeqytet. Këta janë antarë të korit Royal Free Singers, të cilët kanë ardhur nga Mbretëria e Bashkuar për të performuar në Gjirokastër. Mbrëmja së martës i ngjiti në skenën e teatrit Zinisako prej nga përcollën për publikun e qytetit të Gurt, folklorin e tyre, por edhe këngë të tjera si nga Anglia dhe Amerika e Veriut. Ishte viti 1973 kur u hodhën hapat e parë të krijimit të këtij kori, iniciative marrë nga Benedict Gunner, ish mësues atëherë në shkollën mbretërore të lirë për djem. We're in Gjirokastër because we're on a concert tour. Ne kemi 40 vjet që bëjmë ture koncertesh në të gjithë Europën, kemi qenë në shumë shtete, por ende nuk ishim qenë në Shqipëri dhe ishte tashmë koha që të vinim edhe në Shqipëri me turin e koncerteve. Kemi sjell një repertor me këngë folklorike që vijnë nga Mbretëria e Bashkuar, pra të gjitha shtetet që përbëjnë Mbretërinë e Bashkuar, qoftë Anglia, Skocia, Irlanda e Veriut dhe Walesi. Kemi gjithashtu edhe disa këngë të cilat i përkasin himneve të kishës katolike, për të cilat janë sjellë në një variant jazz. Unë në 1973 kam qenë mësues në një shkollë për djem, që quhej Shkolla Mbretërore e Lirë për Djemt, që ishte iniciativë e mbretëreshës Ana për t'i dhënë mundësinë djemve nga familje pa mundësi ekonomike që të mund të arsimoheshin në një shkollë mbretërore. Në 1973, si një nga mësuesit e kësaj shkolle, unë ftova prindrit e djemve që të bëheshin pjesë e një kori që unë nisa në atë kohë. Artistët e korit ndanë edhe përshtypjet për Shqipërinë. Gjirokastra është shumë mikpritse dhe shumë e bukur dhe kemi shijuar shumë vizitën këtu. Unë kam qenë në të shumtën e tureve që kemi bërë në këto 40 vite dhe kudo na mirpresin mirë, por këtu në Shqipëri kemi gjetur një ngrohtësi të veçantë. Kori është një vend mikpritës për të gjithë ata që dëshirojnë. Unë jam bërë pjesë e tij që në moshën 13 vjeç dhe sot jam 56. In general in the country people have been lovely to us. Kori ka në përbërjet e tij 100 antar dhe organizon 4 deri në 5 ture çdo 2 vjet. Pas Gjirokastrës, ata do të ndalen në kryeqytet. Ishim në minutat editarit informativ në RTS Gjirokastra. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ju uroj shikim të këndshëm të programeve tona në vijim. Bashkë, miru pafshim.